Big Brother është drejt fundit. Qysh u mundu Rozana me nxjerr ngacmu seksual Gjestin? Kush do të jetë finalisti i parë i këtij edicioni? Big Brother i ka ardhur fundi për këtë sezon, ku data e natës finale është me 19 prill. Edhe është u diskutu shumë se a kanë me a jep çmimin Gjestit, se njerëzit po tutën që mos pi bajnë dollavere e veç pe shfrytëzojnë. Me thonë drejtën, për menimin tem, nuk kanë kujt me a jep çmimin e madh se s'ka lojtar. Një lojtari që e kom mendu që është e fortë edhe e kom pa këgja si afër me Gjestin, u kom padyshim Rozana Radi. Por nuk e mendoj kështu mas prajmit shtunës, ku Rozana Radi, me lojën e saj për me nxjerr Gjestin si një manjak seksual, si një ngacmus i vajzave në atë shtëpi, ama kisha rru Rozana që atë loj që tentoj me e bo me Gjestin, ja pa servu Olës në fillim, ku i thej ke veshur në tanga kur Gjesti vjen me zgju prej gjumit, edhe bëhet madhe me demek me nxjerr kesh në publik, po si çdo herë edhe kësa here Rozana dështoi. Për këtë arsye ka hub shumë pikë si lojtare edhe është tepër loje flisht me u mundu me nxjerr dikën si një manjak i femrave, e sidomos kur ai djali nuk i ka pas as ma të voglat mendime ose mi shqetësu tek e fundit këto vajzat e shtëpisë. Ndrojmë tem pak. Qa po pritet me ndodhë sonte në Prime, në promën që e pash u përmend ke një mekanizëm i veçantë për finalistin e parë. Normalisht që është të më shku mendja që sonte ka mu zbulu finalisti i parë. Po edhe për këtë mekanizmin e veçantë që ka më u shpall finalisti i parë, unë e di që Laerti e ka fitu një avantazh në lojë javën e kalume, ku në Prime-in e të shtunës nuk i kanë dhënë kur gjë. Kështu që po mendoj që sonte është momenti që Laerti ka me marrë avantazhin në lojë, ku kam i nxjerr 2 persona në minim. Sigurt ai menon që kanë mu eliminu njani prej tyre, po se di e kam përshtypjen që në këtë levëtim, qofse ndodh, ka mu tregu finalisti i parë. Tu e pa që Laerti nuk është që i ka punë të mirë shumë me Gjestin, mendoj që njani prej emrave që kam i vendos kokën kokë, ka me qenë Gjesti. Nuk e përjashtoj që edhe Egli mundet me kanë. Nuk e di e kom atë përshtypjen të i pa, tash na po supozojmë se qaq jena mësu me këto formatet e Bigut, sa e dim mirë çfarë skenari u shkru për këtë Prime. Qofse realisht ndodh ky nominimi, as nuk diskutohet që Gjesti është finalisti i parë. Veç, nëse ja bojnë me dollavere, qysh po diskutohet edhe në rrjet.